Prijesat Kurejsh, nga jeta e të dërguarit Muhammed a.s. Ndjekësit e të dërguarit shtoheshin vazhdimisht, por sa herë një i kthyer i ri vinte të jepte besën, ishte më shpesh një skllav, ose skllav i liruar, ose një nga kurejshet e rrethinave, apo një i ri ose re nga kurejshet e Lugorës, nga një familje ndikuese, por pa ndikimin në veten e tyre. Kthimi të cilëve e 10 fishonte armiqësinë e prindërve ose të afërmëve të tyre, më të rritur. Abdurrahmani, Hamzai e Arkami përbënin përjashtime, por ishin larg nga të gjenit prijes. Dhe i dërguari di që të afronte ndonjë nga kryetarët, asnjëri nga të cilët madje as xhaxhai i tij, Ebu Talib, nuk ishte treguar prirje për të bashkuar. Do të ndihmonte shumë në përhapjen e mesazhit, sikur të kishte mbështetjen e dikujt si xhaxhai i Abu Xehlit, Velidi, i cili ishte jo vetëm kryetar i mazlumeve, por edhe nëse diçka e tillë mund të thuhej, përjesi zyrtar i kurejshëve. Për më tepër, ai ishte më i hapur ndaj argumentit se sa shumë prej të tjerëve. Edhe një ditë i dërguari i erdhi rasti të fliste me Velidin vetëm për vete. Por kur ishin filluar në bisedë, aty pranë kaloi një i verbër, i cili së fundmi kishte hyrë në Islam, dhe duke dëgjuar zërin e të dërguarit, e luti t'i këndonte diçka nga Kurani. Kur ju kërkua të bënte durim e të priste një çast më të mirë, i verbri ju qep aq fort, sa në fund i dërguari u vërejt dhe u kthye me një anë. Biseda e tij ishte rënuar, por ndërprerja s'u bë sebeb për asnjë humbje, sepse Velidi nuk ishte më i hapur ndaj mesazhit, sesa ata që dukeshin rastet e pashpresa. Një surë e re u shpall thuajse në vend dhe fillonte me fjalët. Ai u vërejt dhe u kthye me një anë, se erdhi i verbri. Shpallja vazhdoi. Sta për atë që mjafton vetes, me të je i thënë, por nuk është halli yt nëse ai nuk është i dëlirë. Kurse atij që të vjen në dëshirë të sinqertë dhe me drojë ndaj Zotit, i kthesh me një anë. Jo shumë pas kësaj, Velidi do ta zbulonte vetkënaqjen e tij me fjalët. Muhamedit i vikan shpallje, ndërsa mua jo. Kur unë jam kryetari kurejshëve e i Zotit tyre, nuk me vikan as mua, as Ebu Mesudit të Zotit të Thekifit, kur ne jemi dy burra të mëdhenj të dy qyteteve. Kundër përgjigja e Abu Xehlit, që më pak gjaktot në vetbesim, e më pasionante. Mundësia që Muhamedi të ishte i dërguar, i dukej tepër e padurueshme për të quar ndërmend, qoftë edhe një çast. Ne dhe bijtë Abu Menafit, thoshte ai, kemi garuar për nam me njëri tjetrin. Ata kanë ushqyer, e ne kemi ushqyer. Ata kanë mbajtur barat e të tjerëve, edhe ne kemi bartur. Ata kanë dhënë, e ne kemi dhënë. Gjersa kur ishim barabar, gjuhë me gjuhë, si dy pela në garë, thanë. Një nga tanët është i dërguari, ati i vinë shpalljet nga qielli. E kur do të arrim ne të ngjajshme në kësaj? Pasha Zotin nuk do t'i besojmë kur, e as do t'a pranojmë se flet hak. Sta për Shemsitin Utba, reagimi i tij ishte më pak negativ, por më gati të njëjtë mungesë ndjesie, përpjestimi. Sepse mendimi i tij i parë nuk ishte që Muhamedi duhej ndjekur nëse ishte profet, por që profetësia e tij do t'i nderonte bijtë e Ebu Menafit. Kështu që një ditë, kur Ebu Xehli bëri shenjë me tatje ka objekti i urrejtjes së tij,
dhe i tha Utbes: "Ja ku I keni profetin tuaj, o bite e Bumenafit." Utba ja ktheu thekshëm: "E pse do të dukej pa vend, po të kishim një të dërguar ose një mbret?" Fjala e fundit I referoi Kusejt dhe ishte për kujtim I hollë për Mazumitin, se Abdu Menafit ishte djali I Kusejt, ndërsa Mazumi vetëm kushëriri I tij. I dërguari ndodhi aq pranë sa të dëgjonte këtë fjalosje dhe shkoi tek ata e u tha: "O Utba, ti nuk u krenove për hir të Zotit, e as për të dërguarin e tij, po për hatrin tënd, kurse mbi ty Ebu Gjehel do bjerë një bela. Sa pak do qahesh e sa shumë do vajtohesh." Fatet e klaneve të ndryshme të Kurejshëve e kundëshin prore. Dy nga më të fuqishmin në këtë kohë ishin Abdu Shemsi e Mazumi. Utba dhe Vellai Shejba ishin prijesi një degët e klanit Shems. Kushëriri tyre Harb, prijesi më pashëm I degës së saj Umejade, ishte pasuruar pas vdekjes nga I biri. Ebu Sufjani, I cili ishte martuar me zgrave të tjera me bien e Utbes, Hindin. Suksesi I Ebu Sufjanit në politikën e tregti ishte pjesërisht në sajt të rezervimit të tij në gjykim dhe aftësisë për peshim gjak tot e durues, si edhe vepërmbajtje nëse ndjesia e tij e mpret për oportunizëm, shihte se mund të nxirrej ndonjë qarë. Gjaktësia e tij ishte shpesh shkak tërbimi për të rëmbyer e idhnakën Hind. Por ai rrallë e tek I lejonte ta lëkunte, kur e kishte ndarë mendjen. Siç mund të pritej, ai ishte më pak I dhunshëm se Ebu Gjehli në armiqësinë e vet ndaj të dërguarit. Por nëse dallonin paksa në qëndrimin e tyre ndaj Muhamedit, prisat Kurejsh ishin të njerëzishëm në kundërshtimin e vet mesazhit. Duke qenë se kishin arritur të gjithë një farë suksesi në jetë, ndonë se më të rinj shpresonin se për ta, ky ishte thjesht fillimi. Ata kishin arritur me pajtim të përbashkët diçka nga ajo që ishte pranuar në Arabi, si ideali I madhështisë njerëzore. Pasuria nuk mbahej si aspekti I asaj madhështie, por ishte gati domosdoshme si një drejt qëllimit. Për të qenë I madh, dikush duhej kërkuar shumë si aleat të mbrojtës, çka nënkuptonte se vetë duhet të kishte aleat të besueshëm. Këtë mund të sejonte pjesërisht duke thurur vetë, përmes martesave të tij dhe të bijave e bijave. Një rjetë lidhjesh të fuqishme të frikshme. Shumë nga ky respekt mund të arrihet me pasuri, e cila I duhet njeriut të marrë, edhe në rolin e tij si mikpritës. Virtytet ishin aspekte besor idealit në fjalë, sidomos ai I bujarisë, por pasynuar ndonjë shpërblim hynor. Të lavdërohesh nga njerëzit ankand Arabisë, mbasi edhe matan, për begati dorëshpuar, për trimëri luanesh, për besnikëri të patundshme, ndaj fjalës së dhënë, qoftë për aleancë, mbrojtje, garanci e çfarëdo lloj qëllimi tjetër. Të lëvdohesh për këto virtyte në gjallje dhe pas vdekjes ishte nderi pa vdekësia, që dukej atyre se jep të kuptimin e jetës. Burra si Veliti ndjenin diçka nga një madhështi e tillë, çka gjeneroi tek ta një vetënaqësie që I bëri të shudhër dhe një mesazhi që theksonte kotësinë e jetës toksore. Kotësinë e vetë Suamëzës, ku kishte ndodhur suksesi I tyre. Pavdekësia varen nga mbetja e Arabisë, siç ishte, ka përjashtimin I idealeve arabeve, për se shkuarës në të ardhmen.
Ata ishin të gjithë të ndjeshëm në shkallë të ndryshme ndaj bukurisë së gjuhës së Shpaqjes, ndërsa për kuptimin e saj, shpirtrat e tyre mbylleshin spontanisht para vargjesh civilues, që u tregonte se ata dhe të parët e tyre të nderuar nuk ishin arritur asgjë, dhe se të gjitha përpjekjet e tyre ishin vënë gabim. Kjo jetë e poshtme është veç argëtim e lojë, dhe s'ka dyshim se banesa e ahiretit, ajo është jetë. Veç si kur ta dini,